Grupi i tifozëve të klubit futbollit Shkëndija, ballistët kanë njoftuar se nuk do të marrin pjesë në ndeshjen me klubin e futbollit Shkupi, pasi kjo e fundit u ka kthyer përgjigje negative. Siç bëjnë të ditur ballistët, përgjigje negative nga Shkupi ka ardhur për shkaqe sigurie në koordinim me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ballistët kanë kujtuar se kjo gjendje refuzimi që të marrin pjesë në ndeshjen ku luan Shkëndija është për vite me radhë, siç thonë, se rezultati i kësaj ka pak tifoz në ndeshjet futbollistike. Ballistët Tetov 1992 nuk do të jenë prezent në ndeshjen me FC Shkupi, KF Shkëndija, që do të zhvillohet më datë 3 dhjetor 2023. Përgjigjja e kërkesës që i dërgua FC Shkupit erdhi negative për shkaqe sigurie në koordinim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, na ndalohet udhëtimi. Tash sa vite nuk na lejohet të udhëtojmë në asnjë ndeshje. Kërkesat tona hasin në vesh të shurdhër. Klubet gjithmonë gjejnë arsye për ndalesë. Në fund të fundit, futbolli luhet për tifos, ndërsa ne organizatori kryesor, pra Federata e Futbollit, është kundër futbollit. Pasqyrë gjithë kësaj është prezenca e ulët të tifozëve nëpër stadiume. Mirëmbetshi, thuhet në njoftimin e tifogrupit ballistët.